Pse mungesa të bën më të vlefshëm? Shumë njerëz nuk e kuptojnë sa shumë ndikojnë tek dikush derisa largohen. Dhe ndoshta kjo është një nga gjërat më të çuditshme tek natyra njerëzore. Sepse ndonjëherë prania nuk vlerësohet aq fort sa mungesa. Kur je gjithmonë aty, njerëzit mësohen me ty me mesazhet e tua, me kujdesin tënd, me kohën tënde, me energjinë tënde. Dhe gradualisht, ajo që dikur dukej speciale fillon të duket normale. Jo sepse nuk ka më vlerë, por sepse mendja njerëzore mësohet shpejt me atë që e ka vazhdimisht pranë. Psikologjia moderne e quan këtë habituacion. Truri fillon të reagojë më pak emocionalisht ndaj gjërave që bëhen të zakonshme. Dhe kjo ndodh edhe në marrëdhënie. Në fillim gjithçka ndihet intensive. Çdo mesazh ka emocion. Çdo takim ka peshë. Çdo mungesë ndihet. Por me kalimin e kohës, shumë njerëz fillojnë ta marrin praninë e dikujt si diçka të garantuar. Dhe pikërisht aty fillon problemi. Sepse kur njeriu mendon se diçka do të jetë gjithmonë aty, ndalon së vlerësuari plotësisht. Ka njerëz që japin aq shumë vazhdimisht sa gradualisht bëhen sfond emocional në jetën e dikujt tjetër. Gjithmonë aty. Gjithmonë të disponueshëm. Gjithmonë duke kuptuar. Dhe pa e kuptuar, fillojnë të humbasin misterin emocional. Jo sepse nuk janë të vlefshëm, por sepse prania e tyre nuk mungon më kurrë. Ka diçka shumë të fuqishme tek mungesa. Mungesa krijon reflektim, krijon hapësirë emocionale. I jep mendjes kohë të ndjejë atë që dikur e merrte si normale. Marcus Aurelius shkruante, njeriu shpesh e kupton vlerën e gjërave vetëm kur ato nuk janë më pranë tij. Dhe ndoshta kjo është arsyeja pse disa njerëz fillojnë të mendojnë më shumë për ty pasi largohesh. Jo sepse papritur je bërë më i vlefshëm, por sepse tani mungesa jote është bërë e dukshme. Në qetësi, mendja fillon të ndjej boshllëkun që dikur nuk e vinte re. Mesazhet që mungojnë, energjia që mungon, prania që mungon. Dhe pikërisht atëherë njerëzit fillojnë të kuptojnë ndikimin emocional që kishin në jetën e tyre. Ka edhe një arsye psikologjike shumë interesante pas kësaj. Truri njerëzor reagon më fort ndaj humbjes sesa ndaj stabilitetit. Psikologët e quajnë loss aversion. Humbja ndikon emocionalisht më fort sesa prania konstante. Prandaj ndonjëherë njerëzit nuk e ndjejnë plotësisht vlerën e dikujt derisa ekziston rreziku real për ta humbur. Dhe kjo nuk ndodh vetëm në dashuri. Ndodh në miqësi, në familje, në jetë. Njerëzit shpesh e kuptojnë rëndësinë e diçkaje vetëm kur mungon. Por ka një ndryshim të madh mes mungesës së shëndetshme dhe lojrave emocionale. Mungesa nuk të bën më të vlefshëm sepse po manipulon dikë. Të bën më të dukshëm emocionalisht. Sepse kur je gjithmonë aty pa kufi, njerëzit fillojnë të harrojnë sa shumë je. Ka njerëz që humbasin veten duke qenë gjithmonë të disponueshëm emocionalisht. Gjithmonë përgjigje të menjëhershme. Gjithmonë aty. Gjithmonë duke falur. Gjithmonë duke kuptuar. Dhe gradualisht fillojnë të ndihen të pavlerësuar. Sepse dashuria pa kufi ndonjëherë humbet peshën emocionale. Erich Fromm shkruante se dashuria e shëndetshme nuk është humbje totale e vetes. Është lidhje mes dy individëve që ende ruajnë identitetin dhe qetësinë e tyre. Dhe ndoshta kjo është arsyeja pse njerëzit që ruajnë jetën, energjinë dhe qendrën e tyre emocionale shpesh duken më të vlefshëm. Sepse nuk e japin veten plotësisht deri në zhdukje. Ata dinë të jenë prezent pa humbur veten. Ka njerëz që vetëm pasi dikush largohet kuptojnë, ky person më jepte më shumë qetësi se sa e kuptoja. Dhe kjo ndodh sepse prania e vazhdueshme shpesh bëhet e padukshme. Si ajri. Nuk e mendon derisa mungon. Ka edhe një aspekt tjetër shumë modern tek kjo. Shoqëria sot është mbushur me stimulim konstant. Mesazhe, vëmendje, opsione, njerëz. Dhe kur dikush është gjithmonë i disponueshëm, mendja moderne fillon ta konsiderojë atë si diçka që nuk do të humbas kurrë. Por sapo ai person tërhiqet pak, mendja zgjohet emocionalisht. Sepse mungesa krijon kontrast. Dhe kontrasti krijon vetdije. Prandaj shumë njerëz fillojnë të ndjejnë më shumë pasi dikush largohet.
Jo sepse dashuria lindi pa pritur, por sepse tani emocionet nuk po mbulohen më nga rutina. Ka diçka shumë të trisht tek kjo. Shumë njerëz e kuptojnë vlerën e dikujt vetëm kur ai person lodhet. Lodhet duke pritur e fortë. Lodhet duke dhënë më shumë. Lodhet duke mos u ndier i vlerësuar. Dhe kur më në fund largohet për të mbrojtur paqen e vet, personi tjetër fillon të ndiejë mungesën. Carl Jung besonte se njerëzit shpesh nuk janë plotësisht të vetëdijshëm për emocionet e tyre derisa përballen me distancën. Sepse distanca krijon reflektim. Dhe reflektimi krijon qartësi. Ka njerëz që gjatë pranisë tënde ishin emocionalisht të shpërqendruar, por në mungesën tënde fillojnë të mendojnë për gjithçka. Kujtimet, mesazhet, mënyrën si ndiheshin me ty, qetësinë që u jepje. Dhe pikërisht aty kuptojnë vlerën tënde. Por është shumë e rëndësishme të kuptosh diçka. Mungesa nuk duhet të përdoret si manipulim emocional, sepse dashuria e shëndetshme nuk ndërtohet mbi lojra psikologjike. Nuk ka nevojë të zhdukesh për të provuar vlerën tënde, por duhet të kesh jetë përtej një personi tjetër, qetësi përtej një marrëdhënieje, identitet përtej vëmendjes që merr. Sepse njerëzit që kanë qendër emocionale ndihen ndryshe. Nuk kapen me dëshpërim. Nuk humbasin veten. Nuk jetojnë me frikë konstante nga humbja. Dhe pikërisht kjo krijon respekt emocional. Ka njerëz që mendojnë se për të mbajtur dik afër duhet të japin gjithçka pa ndalur kurrë. Por ndonjëherë, duke mos lënë asnjë hapësirë, lidhja humbet frymëmarrjen. Sepse edhe emocionet kanë nevojë për distancë që të ndihen. Nietzsche shkruante, vlera e disa gjërave kuptohet vetëm nga larg. Dhe ndoshta kjo është shumë e vërtetë edhe për njerëzit. Sepse mungesa nuk krijon dashuri false. Ajo thjesht zbulon emocionet që rutina i kishte fshehur. Por mungesa gjithashtu të mëson diçka shumë të rëndësishme. Nëse dikush të vlerëson vetëm kur largohesh, ndoshta nuk të ka parë plotësisht kur ishe aty. Dhe kjo dhem. Por gjithashtu të ndihmon të kuptosh sa e rëndësishme është të mos humbasësh veten duke u përpjekur të mbash dik. Sepse njerëzit që kanë më shumë paqe emocionale nuk janë ata që ndjekin vazhdimisht vëmendjen e të tjerëve. Janë ata që dinë të jenë prezent pa harruar veten. Dhe ndoshta kjo është arsyeja pse mungesa ndonjëherë të bën më të vlefshëm. Jo sepse po ndryshon kush je, por sepse largësia i lejon njerëzit të ndjejnë atë që prania konstante i kishte bërë të padukshme. Dhe ndoshta dashuria më e pjekur është ajo ku njerëzit arrin të vlerësojnë njëri tjetrin edhe para se mungesat i detyrojë ta bëjnë këtë. Abonohu në kanal për më shumë video rreth psikologjisë, emocioneve, marrëdhënieve dhe anës së heshtur të natyrës njerëzore. Ndoshta disa biseda. Dëgjohen më mirë natën.